Të nderuar shikues të podcastit Okult, mirëmbrëma. Sot jemi me Kastriot Shipin, me mikun ton të përhershëm për të folur mbi ngjarjet dhe të pranë dhe të jashtme. Do të flasim pak para se të fillojmë bisedën që ju me siguri jeni duke pritur me padurim. Kërkoj të falenderoj të gjithë sponsorat e emisionit ton, cilët dalin vazhdimisht në ekranin ton, me të cilët ju mund të kontaktoni duke hyrë në Google për mallrat apo shërbimet që ato afrojnë. Kush do të kontaktoj me ne, sigurisht ka një numër telefoni ku mund të shkruani dhe për të dhënë ndonjë mendim, ndonjë sugjerim, po edhe për çështje marketingu. Njëkohësisht dua t'ju kujtoj të gjithë juve që na ndiqni, ti bëni subscribe kanalit. Është vetëm një klik aty ku thotë subscribe. Një klik, nuk paguan asgjë, është pa para dhe mund të shikoni dhe emisionet tona pa para, ku ne që punojmë dhe studiojmë aq shumë për t'ju sjellë juve të reja të fundit se çfarë ndodhi në botë dhe në vend, pa lek, pa para, juve mjafton të bëni detyrën tuaj duke bërë një subscribe atje. Po fillojmë bisedën me Kastriotin. Kastriot në fillim, siç është në dieni dhe publiku, janë duke u bërë disa rinumërime në disa zona. E ke ndjekur ndonjë çik këtë, çfarë ndodh, çfarë thuhet për këto zgjedhjet? Ky Ramizi ton i fitoi me nder dhe me dinjitet të zgjedhjet, apo i ka vjedhur siç ka bërë zakonisht? Që si ka fituar ndonjëherë. As me merit, as thjesht me para, përveç se duke i kombinuar të gjithë faktorët bashk. Frikë, terror, blerje, presion mbi administratën, plus manipulimet të pastra të sistemit. Para 4 vjetësh, besoj të kujtohet, ka pasur një denoncim shumë të fortë nga 2021. Po, nga Armando Vrusho, një qytetar i angazhuar për cilin kam shumë respekt, që është edhe specialist i teknologjisë informacionit, i cili zbuloi se përmes barkodit që kishte çdo flet votimi në çdo qendër që ishte në blok, identifikoi vota, nëse kombinohej, kjo edhe dhënë, pra numri rendor që i korrespondonte fletës së votimit me numrin rendor të pjesëmarrësit që ishte paraqitur në qendër të votimit për të votuar. Gjë që është informacion që dihet. Se në çdo qendër votimi mbahen shënim sipas radhës ata që vinë. Shënohet emri dhe edhe po edhe po mos doj komisioni, është kollaj që të lësh dikë këtë dera që i njeh banorët e lagjes edhe të bëj listën sipas radhës. Në qoftë se ka një barkod ajo fleta e votimit, atëherë mjafton domethënë të dish të parin dhe pastaj me radhë identifikon sipas listës që janë shënuar emrat. E di që numri tjetër është Fredi, numri tjetër është Kastrioti, siç janë në listë, pra i vota me barkod me numër dhe ajo zbulohet me njëherë, atë të ketë barkod. Pra e dim që në vitin 2021 barkodi do të qenë i fshet i fletëve të votimit. Si i fshet? Numrat e serisë të fletëve të votimit duhet të kenë qenë. Po skanohen me skaner optik. E kanë ata të komisionit, mund të skanojnë fletët. Pra, kjo do të thotë që është pranuar derisa e hoqi KQZ-ja barkodin nga fletët, domethënë që ka pranuar që vota nuk ishte e fshehtë me barkod. Po mirë, nëse vota nuk është e fshehtë, është votë e lirë? S'është më votë e lirë. Po sepse ti mund t'i bësh presion të gjithë njerëzve që u ke dhënë para, vende pune, ata që i ke shantazhuar me kriminal, me të fortët e lagjes së qytetit, duke ja mbushur mendin madje që ti e kontrollon votën, nuk ka shanse që të gënjej. Po ta di dikush që vota e kontrollohet, ai sigurisht e ka të vështirë të manipulojë dhe të bëj politik me ata që i ofrojnë mit ose që e kërcënojnë. Po mirë, tani shtrohet pyetja, ja po e heqim barkodin dhe nuk e kishim në zgjedhjet e 2025-s, të 11 majit. Pse nuk zhbëhet rezultati 2021-shit, sepse nëse ti pranon që me barkod dekonspirohet vota, pra nuk ka votë fshet, atëherë s'ka pasur zgjedhje në 2021. Ka pasur votime, si në kohën e komunizmit. Të njëjtat probleme, po të një lloji tjetër në kuptimin e teknikës përdorur, kanë pasur edhe këto zgjedhje. Dhe për mua PD-ja vazhdon të humbas rrugën në borë, sepse PD-ja merret. Çfarë kishte ndonjë problem tjetër teknik për shembull? Po një 2-3 muaj përpara zgjedhjeve, i njëjti personazh, Armando Vrusho, ka shkuar në një magazin që përdorte KQZ-ja për të mbajtur pajisjet e ashtu quajtura të identifikimit biometrik
dhe ka provuar që ato nuk janë makina identifikimi biometrik, po janë thjesht skaner optik, që ta sqarojmë për publikun. Makina identifikimit biometrik duhet të lidhur me sistemin e gjendjes civile, ku janë të gjitha dhënat e personit, gjurma e gishtit, datëlindja, emri, mbiemri, fotografia. Ti atje fut kartën. Karta ka element sigurie, ka edhe të dhëna që ruhen në formë digjitale brenda kartës që pajisja duhet i lexojë. Ka këshirit. Po, që duhet të identifikojë pra sakt kartën. Duke u lidhur me qendrën e të dhënave, duhet që në sekondën që unë vë gishtin, ti identifikohet të marri kampionin e gishtit tim dhe ta lidhi me kartën dhe të certifikojë që është i njëjti person. Po kjo kërkon komunikim përmes internetit. Dhe njëkohësisht e regjistron që filani ka votuar që ti të mos vesh në vend tjetër. Po, dhe i fundit që duhet ndodh në atë moment është që punonësit që është në krahun tjetër, antarit komisionit, i del portreti im në monitor. Po. Pra, kështu u morën të gjitha dhënat. Portreti im që shikohet, që është i njëjti që është i regjistruar në kartën time identiteti. Gishti dhe të dhënat. Karta me të gjithë dhënat e elementet e sigurisë që ka dhe gishti dhe vërtetohet që jam unë. Dhe po ke shumë të drejtë që në këtë moment duhet bëhet edhe regjistrimi i pjesëmarrjes. Pra, në momentin që sistemi më ka njohur mua një herë, regjistrohet në regjistër, nuk duhet të lejoj gishtin tim, fytyrën time, kartën time, të shkojnë në një vend tjetër. Sekondën që unë do ta përdor të njëjtën kartë, të njëjtin gisht apo të njëjtën fytyrë, sistemi duhet të ndez alarmin dhe unë duhet arrestohem në vend. Sepse unë po bëj përpjekje të vetëdijshme për manipulim. Qofse shkoj 2 herë. Koha ka treguar që këtë sistemi nuk e bën. Se ne nuk kemi dëgjuar të arrestohet njëri apo të denoncohet njëri në një qendër votimi se ka votuar 2 herë. Por tani çfarë ndodh? Kemo kastriot ku e bëjnë këta socialistët dhe ti tash si Jo, po them çfarë shesin. Po ku bëjnë ata me çanta në kuriz vrapojnë me kapuça në mes të Tiranës, në mes të ditës gra 50 vjeçë në mes të vapës me kapuça me çanta vraponin si të tërbuar edhe spaku nuk e tret atë Erion Braçën atje edhe ata personazhet që vraponin ti e ti pyes. Po këto janë flagrante fare. Kjo që do të them unë është bëhet thjesht kjo është me video, është me lajme, me televizor zvinte policia, i vendës kryeministri Erion Braçë, i vendës kryeministri. Ke 5 makina identifikimi që nuk bëjnë identifikim. Dhe janë blerë me miliona euro. Tani Armando Vrusho ka shkuar në një magazin ku ruheshin këto pajisje, një 2-3 muaj pas. Ishin të lidhura në atë kohë ato, besoj se është specialist i teknologjisë, i ka provuar. Makinat ishin funksionale. Përfaqësuesja e KQZ-s që është e propozuar nga Partia Demokratike, në mos gaboj quhet Lealba Pelinku, është prezente, dallohet në video, që komunikon me Vrushon, dhe bëhet eksperimenti. Kjo është makina, po, hajde të fusum kartën time. Vër gishtin tënd, ndërkohë që është karta ime në fole. I pranon makina, që do të thotë nuk i kryqëzon të dhënat. Pastaj po njëjti personazh, Armando Vrusho, heq kartën e vërtet të identitetit dhe vë një karton ku ka fotokopjuar anën e pasme të kartës. Pra ku është vetëm numri. Po s'ka ajo as brez magnetik, as mikrochip, as gjë fare. E kalon kartonin në rregull, thot sistemi prap. E njoha. Ndërkohë, sistemi nuk raporton që me të njëjtën numër karte ka kaluar një herë, sepse ai kalon kartën origjinale, pastaj kalon kopjen. Pra nuk bën asnjë lloj lidhje të dhënave dhe nuk pengon votimin 2 herë, 3 herë, 200 herë të njëjtit person. Po kështu mund të votojnë edhe këta të PD-s ose të opozitës mund të vënë të votojnë. Patjetër. Por ne po flasim për sistemin tani. Këto janë sekrete që i din këta të pushtetit, këto i lera dhe këta të opozitës nuk i kanë kuptuar. Jo, opozita i di shumë mirë këto sepse opozita ka për tenderin e ka caktuar kriteret edhe i është bërë në kot lulit, tenderi makinave, i di shumë mirë opozita këto. Pse opozita nuk ka bërë manipulime, ose mendon që s'mund të ketë bërë manipulime? Opozita si të ketë bërë manipulime? Njerëzit që mund vend votojnë në 5-6 vende. Opozita si të ketë bërë manipulime? Si të ketë lejuar opozitën të manipuloj, është një fajt. Ti duhet të kesh dhe emrin në listë që të vesh të votosh, mi po duke mos njohur ky kartoni personin adekuat që vetë voton, atëre ti mund të vesh në emrin e një që jeton në Shqipëri, mund të vesh në emrin e njerit që jeton, që ka emrin në listë, dhe që është kjo mendohet që ka ndodhur. Kjo po, domethënë po
shanset më të mëdha për të bërë manipulime me këta i ka pasur sigurisht qeveria, sepse patjetër, se qeveria ka edhe PD-ja mund të ka dhe gurin dhe armën, edhe të tremë. Dhe opozita. Këto partitë e reja nuk kanë këto lloj pata s'kan akses në komisione fare. Po, këto dy të mbrat mund t'i kenë bërë të dy. Rezulton që pjesëmarrja e votuesve në Shqipëri është jashtëzakonisht e lartë. Që është shumë e çuditshme. Jashtëzakonisht e lartë. 87%. Sepse mos harro se ka lëvizur popullata që jetojnë në vend. Shiko, të zyrtarizuar që jetojnë në perëndim, ti mund të kesh tani po merr shifrat kot, po thjesht të mbajmë raportet. Mund të kesh ta zëm 1 milion. Po. Që janë të regjistruar, që kanë marrë një leje qëndrimi me njërin tjetrin. Po votues në Shqipëri ty janë ato që të nxjerr censusi. Ata ke s'ke tjerë. Po. Se ti mund të kesh ikur si e stabilizuar akoma dhe figuron me vizë Schengen. Po. Apo je duke provuar nga njëri vend në tjetrin. Ose jeton me zezë. Nëse janë 2.4 milion rezident të Shqipëri, duhet jenë të paktën 600.000 në moshën 18 vjeç, mos të më shumë. Po. Atëherë i bie që 1.8 maksimumi kanë të drejtë vote nga ata që janë rezident në Shqipëri. Po i bie që pas kanë votuar shumë, që kemi popull shumë aktiv në politikë. Tani gjëja tjetër që e zbulon këtë punë, që e mbyll si thuash këtë lloj akuze me ato indice që thash unë, dhe prova që është prove fort, e pa kundërshtueshme në çdo gjykat që është makina. Mund ta thrasësh në çdo proces gjyqësor. KQZ ti thuash mi sill makina ti testoj përpara trupit gjykues. Ja t'ju bëjmë thirrje të spakut, o spak. Po e dëgjoni këtë bisedën tonë, testojeni një herë këto makinat, se ndoshta është sistemin e budallënt. Shikojeni një herë. Shiko, një gjë që zini konkluzion. Pastaj atë Reon Braçer mos më harroni atë që e keni me video, me figurë, me zë, edhe nuk është problemi për mendimin tim pse i kishte marrë një ambient, se nuk ka ndonjë gjë, çdo njeri ka drejt marrë ambient në qirame, ta bler, ta ketë vetën, nuk ka si problem, mbledh shokët e vet, të mbledh grupin e vet me të cilin punon, stafin e vet, nuk ka absolutisht asnjë gjë. Kurse këta të PD-s ja bënin, pse ke hyrë ti në kjo dhomë sekrete? Po kam qef mot, kupton, kjo s'është kjo. Po pse ikën ata me vrap, me çantat? Këtu është puna, domethënë unë dyshoj që ti këtu bën aktivitet të kundralikshëm në ditën e zgjedhjeve dhe po manipulon zgjedhjet me një mënyrë ose tjetër. Dhe lajmëron policin, me qenë se ti s'ket drejt ty është brenda ta ti kontrollosh, e i thua, unë kam dyshime që këta manipulojnë. Dhe ai mund t'ju thot, edhe vetë po t'i vejnë këta të PD-s, ai nëse s'ka ndonjë gjë, ai thot urdhroni bujrum, hajde pim ndonjë gotu i duk bashk, kontrollo be çat dush, shiko, ke drejt, ke akses. Tash pse ri unë këtu, pse mbledhun njerëzit tush, puna ime, ty s'ka çat duhet. Unë se kam grabit me forcë vendin. Kush e ka vendin? Ato s'ke punë ti, s'ka çat duhet fare, pse ri unë këtu me njerëzit e mi. Qofse ti do të kontrollosh dhe ke ndonjë dyshim, s'ka nevojë të thresësh policin. Hajde kontrollo. Po mbandajnë bodyguard atje, që s'linte të afroheshin, pse si levla? Kupton, doan tynë, hajde hyni, bujrum. Shikojeni qa foj dhe njerë kundërshtarët, o vlla, ja sheshja Medanin, ne jemi duke punu në mënyrë të rregull. Çfarë ka këtu, kupton? E një buzë sheshje, po pasi ikën ata, doli besh edhe si forta Hyerioni. Gjustu lëshe njerëzve, pasi hoqi ato materialet komprometuese në ata në kuris me çanta që se ka kërkuar edhe kontrollin e financimit fushatave nga partitë. Edhe spaku nuk e thret as atë gruan që më kanë thënë që vjen nga Amerika, sa herë ka zgjedhja ajo. Vjen nga Amerika këtu dhe gjithmonë merr pjesë kështu në shtabin e Erionit për të manipuluar zgjedhjet. Kështu son gojët e liga, se unë nuk e di. Dhe ai djali i ri që vraponte, një tjetër që vraponte, që ishin ja 3-4 veta. Ky bodyguardi, ti thres paku të gjitha. Edhe ti etoj. Megjithëse është pak vonë, duhet të kishte ndërhyrë policia me njëra atje, derisa denuncimi i Armando Vrushës është me video. E gjithë seanca e testimit të makinave të identifikimit në ambientet e KQZ-s. Ku është task forca e famshme e prokurorisë, e spakut, e policisë edhe e KQZ-s? Si ka ky i spakut ky më kryesori se harrova? Dumani. O Duman. Na dëgjon çapo themi? Hidhe një sy njerë. Ne budallën jemi, po hidhe një sy shikoj, po ti jesh burri ndershëm. Shikoj njerë këto gjëra që
thuan poshtë e lartë. Hetoj një çik për zgjedhjet, ka fituar ky i gjati ashtu siç deklaron, apo vetëm si zakonisht, vetëm vidh e rëmbe. Për këta e tip, ky është korupcioni, maja e korupcionit në Shqipëri, është korupcioni politik që sjell qeveri legjitime dhe pasaj korupcioni politik sjell korupcion ekonomik, sjell krim në shoqëri, sepse kështu është pasaj ka borxhe poshtë e përpjet në këta që e kanë ndihmuar dhe tër pema e shoqërisë gryhet edhe shkatrohet. Kjo është detyra tënde e parë, o Duman, e para fare, pasaj vinë këto të tjerat. Edhe dy detaje tjera. Çuditërisht opozita harron sa detaje shumë të rëndësishme kur bëhet kodi. Kemi atë kutin ku duhet vëmë shenjën për bëj emrit dhe partisë që zgjedhin. Disa tash janë gjetur që e kanë anash kuadratit. Kanë lejuar votimin me X, votimin me plus, votimin me zemër. Ke dëgjuar votim me zemër? Ka pasur ca vota me X me plus s'ka një llojshë. S'ka ndonjë. Jo, ta themu se çfarë ka. Po në momentin që ti lejon një shumicë shenjash, do të thotë që ata e bëjnë për të identifikuar që kanë votuar unë. Po. Eksakt. Kur të voton dashnori, të bën një zemër, ose kur të voton dashnori, të bën një zemër. Në një fshat që votojnë 300 vet, po themi të kështu me ca pika gjak. Po pra, në qoftë se në një fshat votojnë 300 vet, 100 e di që votojnë opozitën s'kan ç'i bëj, nuk më japin votën. 100 do më japin se i kam rregulluar. Halli është kjo 100 që janë mes. Po e thjeshtoj. Atëherë këtyre ku shkoj, fisi i cakove, që jeni 20 votues. E dua me zemër nga juve. Ju çipatët, që jeni dhe ju 20 vota. Nga ju e dua me plus. Bëni provë, nuk e keni me plus. Edhe pastaj kur ty bjerë çatia, hajde kërkoni grante. Hajde kërkoni për pastrim kanale shkolluese. Do t'ja vëjqim nga puna që kemi këtë në administratë. Dhe e fundit që doja të thoja për të manipulimin galopant të votës në Shqipëri, nuk pranon KQZ-ja kurse si të jap një informacion shumë të thjeshtë. A është publike lista e atyre që kanë të drejtë vote publike është? S'ka regjistrohen në... Pse nuk bën publike listën e pjesëmarrësve në zgjedhje? Ka gjë më thjeshtë se kjo? O Celibash, na dëgjove mo. Celibash, Ilirian, o mafje e vjetër e zgjedhjeve. Na dëgjove? Në qoftë se ke bërë si shtot Kastrioti, jo, nuk e bën, jo. Nuk e bën. Nxirr emrat e njerëzve që kanë votuar. Janë regjistrat, merru emrat të gjithëve. Këta duhet ta bëjnë në mënyrë elektronike nga shiriti që kalonje, automatikisht duhet të jep një numrat dhe emrat e zgjedhësve. Po të paktën këta dhe numrat nuk e japin, sa kanë votuar. Jo, numrin e japin këta, po ti nuk e di sa i përputhet realitetit ai numër, sa i përputhet numrit aktual të rezidentëve në Shqipëri. Po këta duhet ta zgjidhë. Dhe ne nuk e dim se sa njerëz të jashtë kanë votuar. Sepse janë dhe këto, kur del jashtë, ç'a quhet ajo aparati që ti identifikon? Timsi. Janë Tims atje, kush ka qenë jashtë, kush ka qenë brenda. Shiko, thuaj aty mjep Timsin, se opozita ka drejt ta tresë. Mjep Timsin deri në datën 11 maj, në mëngjes, në orën 8, ose deri në orën 5, 7 mbas ditës. Mora thjesht publikohet lista, do ketë me mira njerëz që në datën 11 maj kanë qenë jashtë Shqipërisë. Po, dhe e kanë emrin. Do gjejnë emrin në listë. Dhe do i denoncimi më i thjesht për t'u bërë. Po. Dhe jo vetëm nga jashtë Shqipërisë, po mund të shkëshqen në qytetin. Sa përqind ka dalë numri votuesve këtu në... Unë dëgjova që ka qenë 87% që dalin populli lart që votojmë. Populli më politik në botë, 87%. Okej, ne e kalon Korea e Veriut, po mbas Koreas Veriut jemi të parët. Ka për punë mirë ky Rama. E ka motivuar popullin shumë. Vinë me vrap, gjithë votojnë. Me zik presin ta votojnë. Ky me tepsie, me dajre, edhe populli duke votuar, edhe mbas zgjedhjeve direkt dalin ata në Vlorë atje në Narta, ku ishin ata. S'kemi ujë, s'kemi ujë. O, në gjithë Vlorën. S'kemi ujë. Aty e keni deputetin, aty ishte ky apo ishte në Durrës? Ku ishte ky se si vjet ishte në Tiranë? Ishte në Tiranë si vjetë, po aty ka qenë. Para 4 vjetësh ka qenë 2, edhe në Durrës, edhe në Vlorë. Ishte në të dyja, po. Edhe i ndriti të dyja, edhe Durrësin dhe Vlorën. Edhe Durrësin dhe Vlorën, i zhyti të dyja. Durrësit i mori portin, Vlorës i rrasi aeroportin. Kuve dhe s'mbi mbari.
Kastriot mirë, vazhdojmë qik me geopolitikën, sepse kjo është një ngjarje e rëndësishme që ndikim mbi fatet tona, këto historit vazhdimisht të 2-3 vjetë, që me pandemin ose pandemin vitin 2020, bota ka hyrë në momente shumë pesimiste. Ata që skuptojnë, delet, let blekërin të bëjmë bebe, të thonë qarë thonë këta të çmendurit. Kemi një panoram paksa të çuditshme. Nga njëra anë, Izraeli ka rreth 2 javë përpara sulmoi Iranin pa ndonjë shkak të dukshëm kërcënimi nga ana e Iranit, me akuzën që Irani ishte duke bërë program bërthamor dhe nuk lejonte të shkonin këta OKB-s, që agjencisë të kontrollit për prodhimin në armëve bërthamora. Ndërkohë dim që një president, siç është presidenti Kennedy, është vrarë sepse nuk lejonte dikur Izraelin vitin 63, kur ai është vrarë në nëndor, të prodhonte bombën e parë bërthamore dhe pasurimin e uraniumit në atë uzinën e tyre të Dimonës. Madje ka dhënë dorëheqjen presidenti i atëhershëm David Ben Gurioni i Izraelit, i cili ka bërë dhe një mallkim të hapur kundër Kennedyt, i cili kishte lënë disa anije që testonin nga mesdheu prodhimin në mënyrë me teknologjinë që ishte, nëse pasurohej uranium për prodhimin e bombës bërthamore apo jo. Në këtë mënyrë duket se veproi dhe presidenti Trump, i cili goditi 3 uzinat e pasurimit të uraniumit në Iran, pa shkaktuar me sa di unë kështu demet në njerëz, dhe presidenti Trump e paraqiti si një sukses të madh shkatërimin e këtyre uzinave. Më përpara presidenti Trump kishte deklaruar dhe kishte dhënë një afat 2 javor, po s'kaluan as 3 ditë dhe ai e shkeli fjalën dhe premtimin që bëri. Ndërkohë në Shtetet e Bashkuara, gjatë kohës që Benjamin Netanyahu kërkonte ndihmë nga presidenti Trump për të marrë pjesë në goditjen kundër Iranit, presidenti Trump nuk po i përgjigjej dhe i tha që këtë luftë e fillove vetë dhe vazhdoi vetë. Kjo ishte përgjigjja e presidentit Trump, jo publike, por e heshtur. Mirë po, ndërkohë filluan të dilnin disa foto ku presidenti Trump dyshohet për pedofili në së bashku me Jeffrey Epsteinin dhe me disa vajza të vogla. Nuk e di ke para të fotot apo jo që qarkullojnë, unë i kam parë. Dhe me njerë mbas kësaj, ashtu siç pretendohet që ndodhi me presidentin Clinton kur filloi sulmin në Kosovë, më 99-ën, kur ai kishte filluar të përflitej për disa afera seksuale me Monika Lewinskin, ka një ngjashmëri, thonë disa analistë, midis tyre 2 ngjarjeve, ndërhyrja në Kosovë nga Shtetet e Bashkuara dhe ndërhyrja e presidentit Trump në Iran. Duket që presidenti Trump, se nuk kam vetëm pyetje, po e kam i bashkëbisedim, presidenti Trump e ka bërë këtë për të rrejshur vëmendjen nga skandali me Jeffrey Epsteinin, i cili ka qenë një agent i Mossadit, dhe e dyta ka dashur për shkak se vijnë zgjedhje tash për Kongres pas domethënë vitin tjetër dhe për Senat, dhe dihet që lobi që fut ka një fuqi të madhe në Shtetet e Bashkuara, për të ruajtur atë dominancën të paktën në njërin nga dhomat ose në të dyja, siç e ka tash, që të jetë një president i fortë, u detyrua t'ju bëj një qok këtyre çifutëve për t'ju thënë që ja, unë mora pjesë dhe ndoshta e ka egzageruar dhe atë rezultatin që i shkatrova përfundimisht ato, dhe tash i duhet të ulenin tryezën e paqes. Duket se Izraeli nuk është në gjendje ta përballojë luftën me Iranin, për shkak se Izraeli është kthyer në një territor
lehtësisht të goditur nga raketat e mesme dhe ato balistike po të Iranit, dhe një pjesë e madhe popullsisë është vendosur nga Izraeli duke ikur sidomos në Qipro, po dhe në vende të tjera, njerëzit po bën meme dhe po tallen, thonë kanë gjetur tokën e re të premtuar, nuk është ajo që në Palestinë po e kishin ngatruar, thotë se u ka dalë në Qipro tash i thonë. Po, edhe po ikin në Qipro. Po paguajnë shumë të mëdha parash për tikur, sepse nuk është lehtë ikësh nga Izraeli në këtë moment. Po. Me aeroportet e mbyllura, ndërkohë Izraeli po bën thirrje që të vinë edhe këta xhuishët e tjerë nga gjithë bota, sepse atë dheu është në rrezik thotë dhe duhet vini thotë. Po të vinë të vdesin për Netanyahu. Të vdesin për Netanyahu aty. Dhe Trump dje deklaroi që u arrit një armë pushim midis të dyja palëve dhe uroj që ky armë pushim të ishte sa më afatgjatë dhe të kaloheshe drejt një paqe të qëndrueshme. Të ndrojmë pak rolet se më interesante deri kështu të bëj një pyetje unë. Trump ka qenë sistematik në fushat. Jo luftë, jo më Amerika e luftrave të përhershme. Unë nuk u hapa asnjë konflikt gjatë mandatit të parë, që ishte e vërtet. Dhe duhet të besoni kur ju them që nuk do hapa asnjë. Mandatin e dytë do t'i mbyll ato që janë. Ukrainë më thoshte për 24 orë. Po erdhi kjo, theshte kjo gazën, jo për 24, po do ta mbyll. Po. Pati një përpjekje në fillim për pushim midis Hamasit dhe Izraelit, sapo Trumpi hyri në zyrë. Pati një 48 orësh që u duk sikur funksionoi, pastaj Izraeli vazhdoi prapë me të vetën. Ukrainën doli që nuk e kontrollon dot i vetëm Trumpi sepse nuk bashkëpunojnë fuqitë europiane perëndimore. Në Iran mos është vetë Trumpi që e ka dashur luftën. Sepse Izraeli ishte qartazi në shkeljet e drejtës ndërkombëtare kur sulmoi Iranin. Përse e mbështeti Trumpi? A është ky Trumpi që kanë votuar njerëzit apo është një tjetër? Atë po shpjegoja pra që e kanë kërcënuar me... Ti mendoj që e kanë kërcënuar me materiale komprometuese? Me fotot edhe kjo që ai nuk do që me Izraelin të bëhet armik, por unë mendoj që ai nuk e do Izraelin dhe nuk është pro politikave të Izraelit për të krijuar Izraeli i madh. Dhe cilin burim keti kur thua që kanë dalë foto të Trumpit që e kompromentojnë si pedofil? Kam unë foto, më kanë ardhur foto që janë... Dakor, për cili është burimi i fotove? Domethënë sa mund t'i besojmë atyre fotove? Janë foto autentike apo janë montazhe? I ka hedhur dhe Elon Musk. Një pjesë të foto. Po Elon Musk bëri tërheqja në 180 gradë. Kërkoi falje për komentet që kishte bërë për Trumpin. Jo, prap hodhi foto. Po dakor, po prap ditët e para po prap sa më falni, prap, por më mbrapa ka hedhur prap foto. Dakor, po sa i besueshëm është një njerëz që ndron 180 gradë në mënyrë të përsëritur kursin e vet. Po nuk ka patur kontestime nga ana teknike të këtyre fotove. Unë s'kam. Po ti mendon që Partia Demokratike i ka këto foto dhe nuk i publikon ose nuk kërkon një hetim të Trumpit? Lidhje ka Partia Demokratike me shërbime sekrete, këto i ka Po ka lidhje në kuptimin që ata mund të donin një fillimin e një procedure shkarkimi, impeachment të Trumpit. Edhe dje kanë pasur lajme që mund të kërkohet impeachment, mund shkarkim me rastin e sulmit ndaj Iranit. Po, sepse ata pretendojnë që duhet autorizimi i Kongresit. Ka justifikime ligjore për këtë që presidenti kur goditet një bazë ose kërcënohet një bazë amerikane siç bënte Irani që kërcënonte Shtetet e Bashkuara, mund të marrë një veprim ushtarak dhe në rast se fillon lufta nga ky veprim ushtarak, lufta ka një afat të caktuar, nuk e dim, duket 6 muaj, që mund të vazhdoj pa marrë aprovimin e Kongresit, mirë po pasaj brenda 6 muajve duhet të jap aprovim Kongresi nëse lufta duhet të vazhdoj apo jo. Po unë di që duhet ta njoftosh në mënyrë menjëhershme Kongresin. Po, ai njoftoi. Po jo, fjalët janë që nuk e ka njoftuar. Fjalët janë që ka njoftuar vetëm liderët republikanë të Kongresit, jo demokratët. Ky është pretendimi i demokratëve të paktën. Nuk i di këto teknikat edhe çfarë. Po mirë, bëj një pyetje tjetër. U goditën tre. Këta mund ta përdorin këta demokratët të cilët janë shumë pro Izraelit që t'i bëjnë presion me këtë impeachmentin që ai të vazhdojë luftën. Të bëj një pyetje tjetër. U goditën 3 site nukleare bërthamore pra në Iran. S'ka rrjedhje.
Nuk ka rrjedhje, nuk ka ndotje. Po pra, nuk e dinte këta tash i thoni që i kanë hequr që aty këto uraniumin e pasuruar, që është rreth 700 kg duket. Jo, 0.7 gram. 0.7 gram uranium i pasuruar, domethënë ato nivelet për 2 kg mjaftojnë për një bombë. Se nuk jam specialist i këtyre fushave, domethënë për këto çështje teknike, po domethënë amerikanët kështu justifikojnë që nuk kanë qenë aty, i kanë zhvendosur, por në qoftë se do kishin qenë aty, ata si mund ta bënin këtë goditje me mungesë përgjegjëshmërie, kur dihet që ato mund të shkaktojnë probleme të mëdha rajonale. Jo, këtë do ta kuptoja unë sepse kur ti e konsideron armik Iranin, ti mund t'ja bësh edhe atë, t'i japësh edhe atë dënim. Unë se kuptoj, në momentin që ti ke informacion. Me Trumpin kjo nuk funksionon, sepse të thash që Trumpi e ka bërë për spektakël atë, edhe sulmi i Iranit mund të jetë bërë në marrëveshje me njëri tjetrin në Katar mbi bazën amerikane. Ekzistojnë thashë themat e për këtë. Po, kështu siç e thua ti, i bie që të gjitha palët të dalin të fituara. E pra, kështu siç e thua ti, i bie që të ketë pasur një marrëveshje edhe midis Iranit dhe Amerikës. Që unë po i boshatis këto 3 site nga ngarkesat bërthamore. Ti goditi ose bëj sigurisht. Po i largoj dhe njerëzit. Pieri testoi atë bombën e famshme 13 tonë që ke. Ta shikojmë sa thellë hyn. Edhe ne ta dim si ta bëjmë bunkerin e ardhshëm, edhe ti ta dish se si ta përmirësosh bombën. Edhe ne pastaj do të godasim atje me ca raketa të lehta nga këto me rrezet shkurtër veprimi. Do edhim aq sa ke ti në bateri aty për t'i goditur në ajër, jo më shumë. Dhe domethënë ne do deri në vend do ta shesim si fitore të mëdha që sulmuam imperializmin amerikan në rajon. Ti do ta shesësh si fitore të mëdha të teknologjisë amerikane që asnjë rakete e Iranit nuk arriti të binte mbi ata dhe pastaj do vendosim paqen. Unë dëgjova Dritan Demirejn, të cilin e respektoj, aq më tepër që është ekspert i fushës që unë nuk jam. Përpara 2 ditësh të mos gaboj në televizion, thoshte që në një luftë frontale raketore, jo me trupa, se s'ka nevojë me trupa. Ajrore pra, midis Izraelit dhe Iranit, ai thoshte, e tha në mënyrë të përsëritur, e theksoi disa herë. Pa përfshirjen e SBA-s, Izraeli nuk reziston dot 2 javë. Po, e di pse. Fshihet nga harta. E di pse. Sepse kostot e luftës të Izraelit shkojnë në $730 milion në ditë, me ato mesatarisht, ato sulmet që bënte e para. E dyta, Izraeli dhe Irani kanë pasur kapacitet goditës të përafërt të barabartë. Ky me mënyrën e vet, ata me mënyrën e vet nga ajri. Domethënë godisnin për shembull 30 objekte në ditë. Po stoku i Iranit është shumë më i madh. Prit. Irani prodhon shumë dronë. E dyta, Irani ka shumë vende për të goditur ku ka pozicionuar raketat. Dhe Izraeli nuk është në gjendje të shkatrojë ato shumë shpejt. Dhe me këtë ritëm shpenzimesh të larta që ka $720 miliard në ditë, në qoftë se lufta zgjat 30 ditë, i bie 2.1 trilion dollar, 210 miliard dollar në muaj, që nuk është shifër e paktë. Sikur të vazhdoj 5 muaj lufta, i bie $1 trilion që Irani nuk e ka këtë, Izraeli nuk e ka këtë fuqi që të mbaj luftë për kaq kohë të gjatë, kurse kosto e luftës së Izraelit është shumë e ulët. Aq më tepër që Izraeli në qoftë se për shembull këta godasin 7 objekte në ditë, i godasin të shpërndara në tër Iranin dhe dëmin shumë i vogël për shkak të dëndësisë së vogël të popullsisë në territorin e madh 1.5 milion kilometro katror që ka Irani me 92 milion banorë. Deri tani të dyja palët nuk duket se kanë qenë të interesuar për viktimat civile. Kanë synuar infrastrukturë. Izraeli në përgjithësi ka goditur infrastrukturë në ushtarake. Në Gaza është e qartë që duan t'i shfarosin, kurse në Iran kanë synuar infrastrukturë civile dhe ushtarake. Me përjashtim që ka goditur edhe vende si radio televizioni shtetëror. Po infrastrukturë është prapë. Po mirë. Në synime se nuk shiko, bën dallim kur ti godet një lagje banimi,
është genocid, është krim lufte, është gjithçka. Kurse Irani ka goditur naftë sjellës, gaz sjellës, porte, hekurudha, edhe civil, ka goditur Irani shumë civil, ka goditur portin e Haifës, ka goditur Tel Avivin, domethënë në përlagjet e Tel Avivit ka goditur me shumë raketa. Dhe doli që kjo Iron Dome është e nivelit të tretë të sigurisë dhe nuk mund të përballojë dot shumë raketa. Po përse na kishin bërë të besonim që në ditë. Për Izraelin është si të luash video game, të mbrosh. Ka 3 nivele për mbrojtjen nga. Po mësa duket s'ka ata aq i sigurt si sistem. Jo, s'është e sigurt, aq më tepër që këto ditë të fundit qarkullojnë disa video ku këto kanë dalë për të goditur raketat të Iranit dhe kanë goditur Tel Avivin. Domethënë nuk kanë nikur komentet e shqiptarëve në rrjetet sociale po dhe në mediat e zakonshme. Këto ditë ke vënë re ato që kanë bënë re unë që ka një ndarje. Po pra këtë tifozllokun po e kemi kaq pluralist tifozllokun. Shiko. Kemi fanatik të Iranit që nuk pranojnë asnjë lloj diskutimi, që thonë Irani ka vetëm të drejtë gjithmonë le ta zhdukë Izraelin në faqe e dheut. Kemi sionistë, unë jam habitus sa sionist kanë në Shqipëri, që thonë mirë e bën Izraeli ta zhdukë regjimin e ajatollahëve, duke filluar me Sali Berishën edhe me Edi Ramën që janë ata të dy në këtë linjë. Po nuk shikoj shumë shqiptarë që të kuptojnë që e para lufta është gjak, dhe është gjak pafajshmish, se s'ka për të vdekur as Netanyahu as Khamenei në luftë. E dyta nuk po i shoh shqetësohen që lufta mund zgjerohet, mund të vjedhën në Ballkan, dhe e treta që rriten kostot e jetesës më. Ka filluar çmimi i naftës të kërcej lart. Shiko, ajo që për luftë që kanë të dy palë. Ajo që unë konstatoj nga kjo luftë, duke qenë se unë lexoj dhe konspiracion, është që Irani i realizoi disa nga objektivat e tij. Kush janë objektivat e tij? Nuk është rrëzimi i Iranit fare, s'ka punë me Iranin, me Izraeli. Po thua Izraeli ka realizuar qëllimin? Po. Okej. Qëllimi i Izraelit është që gjatë marrëveshjes së paqes që do të bëjë me Khomeinin, i cili është një lojtar i zgjedhur nga ndërkombëtarët për të realizuar këto skema në lindjen e mesme, sepse këta janë bashkë dashur, janë të gjithë bashkë aktor. Të gjithë këta politikanët kudo i ka vendosur këta më përpara dhe i ka vendosur njerëz të tyre dhe i thonë tash ju do veproni në këtë mënyrë në këto situatat hap pas hapi. Tash kush është qëllimi i madh i kësaj lufte? Qëllimi i madh i kësaj lufte është që Izraeli nga Siria të vendosë disa avamposte në lumin Eufrat. Të krijojë shtetin e Kurdistanit nga Tigri në Eufrat nëpërmjet këtyre avamposteve. Shteti i Kurdistanit është 25 deri 32-33 milion. Nëse kompanisa më ngatrove me Kurdistanin, se nëse krijohet një Kurdistan i bie që të përfshihen shumë shtete. Po, e do ta shpjegoj. Se janë Kurdistani i pretenduar është i ndarë në 5 shtete. Po ta shpjegoj pra. Okej. Kurdistani do të jetë midis Tigrit dhe Eufratit. Do filloj nga Iraku veri lindor. Do të marrë vargmalin e madh të maleve të Iranit, s'kam një artë këtu të t'i shpjegonja, vargmalin në krah të Erbilit, që është në Erbili është në Irak. Në krah të Erbilit do të marrë në perëndim një pjesë të Sirisë veri lindore dhe do të marrë gjithë pjesën perëndimore të Iranit, që nga veriu i Irakut edhe deri do të hyjë brenda në Turqi dhe do të vej deri në Azerbajxhan nga ana lindore. Shiko, unë kam nxjerrë një hartë tani në celular që regjia mund ta shtoj. Në këtë që shohun, nëse bëhet Kurdistani siç e pretendojnë kurdët, e para njëherë është Turqia lindore, Turqia lindore, Goxha, Siria ka një segment të vogël, Irani dhe Iraku. Dhe ti mendon që do ta lejojë Turqia të ndodhë këtë? Po, tash do filloj lufta e vërtet Turqi-Izrael. Dhe kundër Turqisë... Pra ti mendon që dhe Izraeli është pro krijimit të Kurdistanit?
Izraeli është kryesori që do të krijojë Kurdistanin. Kurdistanasit dy flamur kanë flamurin e tyre që mbajnë nëpër shtëpi dhe flamurin e Izraelit. Okej, atëherë në këtë skenar që thua ti, fillon përpjekja për krijimin e Kurdistanit. Si raportohen këto 4 shtete? Iran, Irak, Siri, Turqi. Turqia do jetë kundër, besoj, sepse është më e humbur nga Kurdistani i ri. Deri tash kurdët kanë vetëm një zonë të vogël në Sirinë verilindore. E zotërojnë ata, e kontrollojnë. Dhe nuk kam artën këtu, megjithatë ja të tani sa do tani shumë dhe ty hartë. Tap këtu në artën, edhe ta shikoj dhe t'ju them se si do të jetë. Kush të doj pasaj, mund ta shikoj me ja të tani që të kemi të njëjtën hartë për të folur që të merremi vesh më mirë. Dhe të nxjerrë edhe regjia këtë. Jo, s'ka se kam unë këtu. Ja. Më po që t'jetë e njëjta, e di unë që e ke hartën ti po. T'jetë e njëjta hartë që të merremi vesh. Shiko, këta do të marrin Erbilin, Mosulin, qytetin e Sulemanie në jug, kanë qytetin e Qamishlis që i kanë nga ana perëndimore, kanë Surukun dhe Kobanin në Sirinë veriore. Tash pjesën e Afrinit që është me kurd, që është kryesisht në Turqi 90% dhe 10% në Siri, pjesa e Afrinit, e ka marrë Turqia bashkë me Kobanin, duke marrë gjithë pjesën dhe në detin Mesdhe nga ana perëndimore, e ka kapur Turqia për të siguruar që të mos lejojë krijimin e shtetit të Kurdistanit, i cili vete deri në veri dhe në perëndim të Diyarbakirit, që është një qytet i rëndësishëm, merr malet, merr nxirre që kartën, ja ku e ke aty, ky është Kurdistani, zmadhoj dhe pak, ule poshtë, bravo. Kurdistani tash merr liçenin e Vanit në Turqi, ja ku e ke Diyarbakirin, dhe vete deri në lumin e Eufrat që është brenda Turqisë. Po pra, harta tregon qartë që gjysma e Kurdistanit të pretenduar është në Turqi sot. Po, pikërisht pra, këta po të shpjegoj tash. Çfarë do ndodhë me këto 4 shtete? Izraeli madh do marrë këtë, domethënë, do vej deri në lumin e Eufrat, do marrë atë liçenin Asad që është në Siri dhe do të vazhdojë deri mbi Bagdad, dhe pasaj do të marrë në Arabi Saudite, do të marrë, ngrije pak artën, do të marrë, ngrije lart, ndryshet, e kundërta. Do të marrë Jordanin, do marrë pjesën, ngrije akoma, do të marrë Arabin Saudite, ngrije akoma. Do t'i marrë Izraelit të tëra këto? Do t'i marrë, kjo është ëndra e Izraelit të madh, do marrë Arabin Saudite, gjithë Jordanin, do marrë pjesën e veriut të detit të kuq këtu nuk duket, dhe do të marrë Izraeli në gjirin persik e do shkojë deri në Turqi. Jo, në gjirin persik nuk jo, del deri në nëse e merr Arabin Saudite ka dalë edhe në gjirin persik. Po, del deri në majt të gjirit persik. Ngri edhe pak artën. Lart, ngri lart thjesht. Do të dalë deri në majt të gjirit persik, aty ku është Kuwaiti. Kërkon të marrë një pikë që të kontrollojë dhe gjirin persik. Pra kjo është ëndra atyre. Tashi ata duan të arrijnë këtë, të fillojnë të krijojnë në Kurdistanin dhe të lënë avamposte brenda Irakut, që në rast të një konflikti tjetër, se tash nuk do bëjnë marrëveshje për paqen ata me Iranin, do të bëjnë vetëm marrë pushim. Po mirë, Cako, nuk po më thua një gjë. Domethënë Turqia me siguri do jetë kundër krijimit të Kurdistanit. Po patjetër, Erdogani ka dalë Siria, Iraku dhe Irani. Siria, Iraku dhe Irani do jenë porosë të gjithë humbasin territore. Iraku është i dezintegruar, Siria është e dezintegruar. Dakor. Po si është ndjesia dhe e popullatës, sepse do humbasin territore. Rrezikohet luftë civile. Popullata ta pasapit do përpiqen ti nënshtrojnë dhe ti dëbojnë. Nga Siria pas luftës të civile që fillojnë vitin 2011 deri në vitin 2016 ose 17 kur erdhi Trumpi që lejoi Rusin që shkatroi ISIS-in dhe ato dhe Turqinë e kthevi nga pro-CIA-s që kishte qenë në kohën e Obamës, e futi kundër ISIS-it.
janë larguar 5 deri 7 milion, kanë qenë 22 milion banor sirianët në vitin 2011 dhe kishin mbetur rreth 15 milion pa filluar tash rrëzimi i Asadit. Po qartë, sirianët janë të parët në Europë për emigracion. Tash janë larguar edhe 2 milion të tjerë, 3 milion gati. Janë larguar dhe kanë mbetur rreth 12 milion. Ata duan të lënë një pjesë të Sirisë në veri, duan të lënë për sirianët, ku do të lënë 5-6 milion banor, dhe pjesën tjetër 5 milioni duan për të punuar si sklever për fabrikat dhe uzinat që dora dorës do përpiqen të ngrejnë në Izraelin e madh. Ky është qëllimi i tyre që të krijojnë në vend të Pax Americanas, domethënë dora dorës, duke krijuar Izraelin e madh dhe duke u stabilizuar si shtet i fuqishëm politik, të bjerë Pax Americana dhe Washington DC-a si qendra politike e botës dhe të vendoset kjo... I vetmi ngushëllim në tërë këtë që po thua është që kurdët duhet të kenë shtetin e tyre. Se janë një popull më i viktimizuar se sa shqiptarët. Po, domethënë ngushëlluar kurd të kenë shtet. Ata e shfrytëzojnë në këtë gjë që t'i bëjnë aleat në rajon, sepse nuk ju prishin punë. Kurdët i bëjnë aleat dhe i futin në mes që t'i ndajnë me Turqinë, me Iranin dhe kanë fshinjtë e tyre në një pjesë të madhe të territorit. Bëhet një lloj Izraeli i dytë. Po, dhe unë them që shumë shpejt sa të vendoset paqja tash dhe Izraeli të vendos disa avamposte deri në lumin Eufrat, ose ndoshta edhe midis Tigrit dhe Eufratit do vendosin disa avamposte ushtarake për të kontrolluar krijimin e Kurdistanit, dhe do justifikojnë që i duan për çështjen tonë të sigurisë si mos na godas Irani. Do vendosim disa avamposte ushtarake afër Iranit që të vendosim bateritë tona që mos na sulmojnë do nxjerrin justifikime, dhe Irani do t'i pranojë këto në marrëveshjen e paqes, dhe Iraku do t'i pranojë, do krijojnë disa kushte, do t'i japin ca pagesa, ca gjëra, dhe do t'i pranojnë. Pastaj dora dorës do të fillojë konflikti i madh me Turqinë. Turqisë do t'i vërsulen grekët, do t'i vërsulen francezët, do t'i vërsulen City of London, Londra, dhe ka mundësi që ta godasë edhe Rusia, sepse Rusia nuk dojnë Turqi të fortë në detin e Zi, ku është komshi me Turqinë, dhe kërkon ta zvogëlojë dhe të ketë Kurdistanin më afër nga ana toksore, nga lindja e detit të Zi, ku janë Gjorgjia, Armenia, më tutje është Azerbajxhani dhe Turqia. Ai është më interesuar të ketë kurdët një shtet i dobët dhe heterogjen, se sa të ketë një Turqi të fortë, e cila vazhdimisht lot edhe kundër Rusisë, ashtu siç lot dhe kundër Perëndimit, sipas interesave momentale që ka pasur Turqia. Po, unë them këta janë të gjitha aktorë që janë duke i shërbyer këtij projekti të madh, pra edhe vetë Erdoani, i cili ka dalë nga masoneria në politik dhe nuk është njëri i rastësishëm. Dhe para se po thua që Erdoani do jetë dakord që të humbas Turqia territor? Po, Turqia do të ndahet në 3 shtete. Kurdistan, Turqia tjetër që do ngelet do ndahet në 2, Turqi e bardhë, Turqi e zezë. Turqi e bardhë do ketë kryeqytet Stambollin, Turqi e zezë do ketë Ankaran, e cila Turqia e zezë do jetë në kufi me Kurdistanin nga ana e Kjo Turqia e Stambollit përveç pjesës europiane do ketë pjesë aziatike? Do ketë edhe pjesë aziatike. Do ketë gjithë detin Marmara, do hyj, dhe kjo do thuhet që është Evropa. Dhe Turqia e bardhë do të hyjë në Evropë. Kjo është arsyeja pse këta se kanë futur Turqinë gjithë këtë kohë, sepse Illuminati dhe masoneria kanë patur këtë plan që Turqinë ta dezintegrojnë. Unë kam kaq vite që e them, po njerëzit thonë çfarë flet ky, koha do ta tregoj nëse këta do ta realizojnë dot këtë plan, sepse jo çdo plan që këta kanë e realizojnë dot, sepse janë popujt një faktor që vendosin, sepse mund t'i përmbysin politikanët kur dyshojnë që ata luajnë një lojë kundër interesave të tyre politike dhe shtetërore. Ka ngjarje të veçanta, mund të ndodhin atentate, mund të ndodhin vrasje, mund të krijohen grupacione që dalin jashtë kontrollit dhe skemave të Illuminatit. Do shikojmë nëse këta do të mundin ta realizojnë këta apo jo. Po unë them, mbasi të vendoset një paqe brisht me Iranin dhe
të filloj të organizohet shteti i Kurdistanit, me një radha do t'i vi Turqis e cila ka hyrë në Siri dhe nuk po lejon krijimin e shtetit kurd. Atëre do të goditet Turqia dhe Greqia është gati dhe Franca është gati, po dhe Rusia është gati dhe unë them që Turqia do të shkatrohet shumë shpejt, pavarësisht se janë fuqia e dytë ushtarake e NATO-s dhe fuqia ndoshta e parë në perëndim më e fuqishme dhe duket uroj të jesh totalisht gabim sepse po ne s'po themi dëshira. Dëshira tu në analizë bëjmë. Unë po them dëshirës. Shumë njerëz mendojnë se kjo është dëshira tonë. Ti je kundër Turqisë, ti fillojnë shkruajnë se budallaj, kopno. Ti je po Erdogani kështu, Erdogani ashtu. Ja siç më thon mua je pro Iranit. Je pro Hamenei. Ne nuk kemi as pro dikujt, as kundër askujt. I vetmi që unë jam pro dhe jam kundër gjithkujt që është kundër atyre që unë jam pro, është Shqipëria. Unë jam vetëm, do me thënë me Shqipërinë dhe mendoj që ne duhet lozim gjithmonë në mbrojtje dhe asnjëherë në sulm. Mos bëhemi shkaktar për të ngacmuar dhe për të hapur vatra. Por sigurisht duhet të përpiqemi të forcohemi dhe të kemi kohezion për të mbrojtur racën tonë në këto rreziqe të mëdha që po krijohen. Ne këtu nuk jemi politikanë, e kam thënë edhe herë tjetër. Ne nuk flasim si duhet, edhe me këtë duhet. Në politik nuk ka moral, në politik ka interesa. Edhe unë po t'jem nesër kryeministër, fjala vjen, unë nuk do të flas kështu. Do të flas ashtu si intereson populli shqiptar, sepse nesër nuk të pyesin sa i ndershëm ishe ti në ato që deklarove. Jo, do të pyesin çfarë bëre për kombin tënd. Do të pyesin sa na mbushe pjatën dhe sa siguri na dhe në gjithë këtë areal toksor dhe në gjithë të moringjarjesh që janë krijuar dhe që janë duke u krijuar sa i Zoti ishe ti të mbajnje palexho dhe të luajnje bukur që ne të fitonim. Pra, ne këtu jemi analistë dhe i tregojmë sipas saj radakes tonë se çfarë është duke ndodhur, si e shikojmë në situatën dhe bëjmë analizat drejt të vërtetës. Analisti duhet thot të vërtetën. Politikani nuk thot gjithmonë të vërtetën. Thot të vërtetat e veta që i interesojnë. Prandaj mos i ngatroni gjërat. Ne jemi këtu as kundër askujt, as pro askujt. Ne nuk kemi asnjë lloj urrejtje për asnjë popull, për asnjë lloj race, për asnjë lloj seksi, për asnjë lloj ngjyre, ku e diun. Ne duam që kjo botë të jetë sa më mirë, të ketë sa më prosperitet, të ketë sa më harmoni dhe të ketë sa më shumë dashuri në planet. Por kur ka urrejtje, dhunë dhe gjak, ne nuk mund të themi që bota është duke u dashuruar. Dhe kur themi një realitet, nuk do të thotë që ne jemi me atë që po ndodh. Ose nuk do të thotë që kur tregojmë të vërtetat tona, jemi kundër dikujt tjetër. Jo, absolutisht. Ne dashurojmë vetëm të vërtetën dhe duam t'ju themi vetëm të vërtetën. Pastaj politikanët janë ata që bëjnë analizat. Apo e kam gabim ka? Jo, pajtojnë plotësisht. Sepse shpesh herë na komentojnë po nuk kemi dëgjuar, dëgjova 2 vjet rresht. Unë dëgjova 2 vjet rresht isha aseti Putinit, agenti, ku diun shërbimit sekret ruse, marrëzirat. Një lloj si më mua kur unë thoja që tani ka sa që më thonë antisemit. Sepse s'dua luftë në Gaza, s'dua masakra ndaj civilëve. Domethënë mos e kam fjalën që je kundër palestinezëve, se ata janë semitët më të mëdhenj. Të thonë që kundër palestinezëve. Vënjët më thonë antisionist, më thonë antisemit. Ne antisionist, domethënë duhet ta dallojmë fjalën antisionist dhe sionizmi është realizimi i Izraelit të madh si një fuqi e parë botërore. Ky është sionizmi, që të realizohet kjo duhet shumë gjak, shumë dhunë dhe shumë padrejtësira dhe vrasje. Do të thotë ti je sionist, do të thotë ti kundërvjesh planeve të Zotit që ka krijuar këto realitete etnike në gjithë territorin që ata duan ta ndryshojnë demografinë me dhunë dhe me genocid dhe me vrasje. Sigurisht, ti je antisionist nuk do të thotë se je antisemit. Sepse semitët më të mëdhenj janë ata që duan të godasin sionistët, sepse shumica e sionistëve nuk kanë origjinë semitike. Madje antisionist nuk do të thotë as anti-Izrael, do të thotë thjesht antisionist, pra anti-nacionalizmit ekstrem
fetar që ka një pjesë e politikanëve të Izraelit, jo të gjithë politikanët e Izraelit. Ashtu si ne nuk jemi kundër grekëve, fjala vjen, por ne jemi kundër megalides. Pse jemi kundër megalides? Sepse megalidea kërkon që të marrë territore nga tokat shqiptare. Dhe ne jemi kundër megalides, po kur ti je kundër megalides, nuk do të thotë që anti-grek. Sepse ne s'kemi gjë me popullin grek. Këto janë politika që i artojnë politikanët që janë grabitçarë dhe kërkojnë të glabërojnë tokat dhe popujt e tjerë. Pra, duhet të dini të bëni këto diferencime të nderuar shikues dhe mos i ngatroni gjërat, sepse janë edhe pak komplekse. Dhe jo me njerë, merrni ato çfarë thua, është pjesë e kulturës që na ka imponuar elita me kujdes, si me shkollën, si me mediat. Kur keni mundësi, jepni ndonjë ide të vlefshme, ndonjë informacion, se ne prandaj i bëjmë këto bisedime, që ju t'jepni informacione shtesa atje në këto që themi ne, kur bëjmë ndonjë gabim, domethënë jo lapsus, se lapsus e shpëton ergoja, po kur bëjmë ndonjë gabim logjik, ju mund të shkruani atje, dëgjoj, unë mendoj që nuk është kështu, me modesti, po jo me njerë, me ofendime, sepse në podcastin ton nuk duhet të ndodhin këto gjëra, duhet të jetë një podcast ku të diskutojnë dhe të shkruajnë të mençurit dhe ata që kanë çfarë thonë, jo ajvanët larg nga podcasti jon. Kastriot, u bëret një orë, të falenderoj për falenderoj. Në qoftë se s'ke ndonjë gjë të ka ngelur ndonjë merak, them që ta mbyllim këtu. Të nderuar shikues, para se ta mbyllim, ju kujtoj edhe një herë gurën e Sizifit. Nuk është i rëndë fare, i gjet shumë shpejt, mjafton një klik aty ku thotë subscribe. Është pa tolerueshme që ne na ndjekin me mira në Facebook, në Instagram, pjesët tona, dohen që detyrimisht hyjnë ke kanali dhe nuk pranojnë të bëjnë një subscribe. Kjo është e çuditshme. Na shikojnë në kanal rreth 1,5 milion veta, por subscribe kanë bërë vetëm 10.700. Kjo tregon frikë nga patronazhistët. Kjo tregon, ja, është ndjen xhelozie. Njerëzit janë xheloz, pse të ecë ky, kupton? Pse të ecë ky podcast? Jo, të mos ecë, nuk e bëj subscribe. Ama për të parë hynë dhe shikojnë, po subscribe jo, nuk e bëjnë. Subscribe të gjithë ata që nuk kanë ndjenjë xhelozie dhe që dashurojnë fytyrat që dalin këtu në këtë podcast, që janë figurat dhe fytyrat të nderuara, dhe që duan të mësojnë të vërtetat që ndodhin brenda vendit dhe kudo në botë. Ka unë Alfred Sako, natën e mirë.